marja në përgara dhe normalisht... Kisha pas qef shumë me rikthy këtë energjin. Pse mendon që është duke ndodhur pikrisht kjo? Dhe tani s'po flasim për gjinin, po flasim për gjithësi. Për gjithësi, po flasim. Po mendoj më së shumti është edhe aspekti financiar, është të këtë ardhënat. Sportistat kanë me shku në për fakultete, janë të më të angazhuar në sferat e tjera të jetës, edhe sportin, këtë rast sportin notit, nuk është që janë shumë benefite financiare, po kur ka sukses dhe ka zhvillim edhe shohim që potenciali që është mundet me dalë aty jashtë, mundet edhe me pru benefite financiare me gjithsesi. Po mendoj që kjo është arsyeja kryesore pse veç e përfundojnë në atë mosh. Tani, po flasim pak për notin si sport, sa është i zhvilluar tek ne dhe çfarë disipline kërkon? Tu e marr parasysh që secili sport e kërkon një disiplinë të veçantë, ndërsa noti është pak më i veçantë se të tjerët. Në këtë rast më me fol, ka ra shumë shpesh me fol për infrastrukturën. Në të kaluarën, thash që gjatë sezonës së verës kemi shfrytzu pishinën e Gërmis, një pishinë publike për me bo aktivitetin e notit, me zhvillu notin. Tani kemi vetëm pishina private,